Faruk Sedini, një nga veteranët e nderuar të futbollit shqiptar, kryesisht me Dinamon e Tiranës, por edhe një kundërshtar dhe për mik në fushën e lojës dhe jashtë fushës e lojës me Paulin Llorin e Madh. Unë do të thoshe që humja e Paulinit është një humje e madhe. Sigurisht për familjen, për ne, shokët dhe bashkëkohësit e tij, për futbollin shqiptar dhe për gjithë Shkodrën. Paulini, megjithëse me 7, një dikush do ta mendonte që nuk është për portier, se nuk hynte tek portierët e gjatë, por ai ishte një njeri fluturues, apo një portier fluturues, që i thonin ne, ku ishim të ri. Kështu që ai e kompensoi atë shtatin që se kishte, po them, në atë lartësinë e një portierit klasik, e kompensoi me inteligjencën, me zgjuarsinë, edhe me dhuntin që i kishte dhënë Zoti për të bërë portier. Dhe mendoj që për gjithë periudhën që luajti, përpos si njeri, që ishte një shok, një mik, që do ta veçoja, një mik i rrallë, por ishte edhe një portier që mos kishte atë për kohën, thonë sa po e them, fatkeqësinë, ai do të ishte pa diskutim një portier e ekipit përfaqësues. Vjen shumë keq për humbjen, edhe jam me të vërtet impresionuar, edhe më falni për impresionin. Faleminderit.